Vllaznia luan këtë të diel atë që mund të konsiderohet si ndeshja e sezonit, ku qeblu do të përballen me Dinamo në gjysmëfinalen e parë të Final Four, me synimin kalimin në finale ku do të gjejnë fituesen e gjysmëfinales tjetër Egnatia Partizani. Tomorrow it's a big match. Nesër do të jetë një sfidë e madhe. Duhet të punojmë shumë që të bëjmë hapin e rallës, pasi kanë mbetur edhe 2 të tilla. Nesër duhet të japim më të mirën tonë për të qenë në finalen për titullin kampion. Kemi punuar fort për gjatë këtyre ditëve. Objektivi ynë është të vazhdojmë këtë rrugtim. E di mirë rëndësinë e ndeshjes dhe duhet të bëjmë çdo gjë për të arritur fitoren. Duhet të zbatojmë gjithçka që kemi aplikuar gjatë këtyre ditëve në stërvitje. Pavarësisht se kemi avantazhin e barazimit, ne duhet të hyjmë në fushën e lojës për fitore. Padyshim duhet të tregojmë të kujdesshëm në ruajtjen e një balanci të mirë në mes reparteve të skuadrës. Në këtë ndeshje vllaznia shkon e favorizuar si e renditur e dyta në Super League. Për të kaluar më tej, i mjafton përveç fitores edhe barazimi përballë Dinamos. Përtej kësaj, lajmi i mirë se Berdariq nuk do të ketë dhimbje koke për formacionin. We go in this match to win. Jemi të bindur që i kemi të gjithë lojtarët e gatshëm për këtë takim. Gjithsecili prej tyre ka punuar fort deri në këtë moment, ndaj duhet të marrim maksimumin prej tyre. Tani ndihemi gati për lojë. E di mirë se çfarë ekipi do të kemi përballë. Vllaznia në ndeshjen me Dinamon ka edhe një avantazh tjetër. Dinamo luajti 2 ditë më parë finalen e kupës me Egnatian dhe fizikisht nuk është në nivelin e kuqebluve. Ndërkohë në aspektin psikologjik, ajo vjen si fituese e kupës së Shqipërisë pas 22 viteve mungesë.